Jaret në mbar Europën janë favorizuar edhe nga i nxehti ekstrem që ka përfshirë kontinentin. Temperaturat e larta kanë shënuar 2 viktima në Itali, ndërsa në Francë është urdhëruar mbyllja e plot ose e pjeshtshme e 1300 shkollave. Temperaturat e larta të modit po shkaktojnë edhe viktimat e para në Europë. Një 47 vjeçar humbi jetën në Itali teksa po punonte në një kantier ndërtimi në një provincë të Bolonjës, ndërsa viktima tjetër është një grua 53 vjeçare në periferi të Palermos. Në Itali, për shkak të temperaturave të larta që shkojnë deri në 40 gradë Celsius, autoritetet kanë marrë disa masa. Në Lombardi dhe në 12 rajone është ndaluar puna në ambiente të hapura nga ora 12 deri në orën 16. Në Francë është aktivizuar alarmi nxehtësisë me temperatura që arrin deri në 41 gradë. Në kryeqytetin francez, nxehtësia ekstreme ka çuar në mbylljen e kullës Eiffel, ndërsa në disa zona mbi 1300 shkolla do të mbeten pjesërisht ose plotësisht të mbyllura. Në Spanjë temperaturat arritën kulmin në 46 gradë Celsius në zonën e Andaluzisë, edhe në Portugali, në qytetin Mora, temperatura arriti në 46.6 gradë Celsius, duke vendosur një rekord të ri për qershorin në vend dhe te kaluar rekordin e mëparshëm prej 44.9 gradë Celsius në vitin 2017. Gjysma e Europës është përfshirë nga nxehtësia për shkak të anticiklonit afrikan. Temperaturat e larta pritet të vijojnë edhe të mërkurën, duke shkuar në disa shtete deri në 44 gradë.